Në vitin 2012, ish ministri i financave të shtetit Kosovës, zoti Ahmet Shala, u zgjodh si ambasador i Kosovës për Japoninë. Dhe një ditë, teksa gjendej aty, kishin kaluar disa ditë, me fjalë ishin ditët e para që ai kishte shkuar në Japoni, dhe rregullat ishin që duhej që të bënte kredencialin, ose më mirë të njihej nga perandori i Japonisë. Duhet të dini që Japonia ka disa rregulla. Unë do t'ju them këtë sepse kam ndërmend që t'ju them një histori tjetër timen personale. Por doja ta filloja me këtë për të kuptuar disa rregulla që kanë japonezët dhe çfarë njerëzish janë. Dhe teksa ishte në qendër të qytetit, pra në Tokyo, zoti Ahmet ishte së bashku me ambasadorin e Bullgarisë. Dhe teksa ishin së bashku duke biseduar, kaloi një televizion. Televizioni, me qenë se i pasit huaj, dëshironte një intervistë dhe ju ofrua zotit Shala dhe e pyeti se çfarë mendimi kishte për Japoninë dhe për kulturën japoneze, njëkohësisht nëse kultura japoneze ose kultura e huaj do të bashkohej me atë japoneze, që Japonia të ishte më shumë me kulturën evropiane ose më mirë atë botërore. Dhe shprehja e tij ishte e thjeshtë. Një shprehje që të vjen vetvetiu, ndonse ambasadori i Bullgarisë i tha në vesh: "Kujdes," i tha, "sepse ti nuk i ke ende kredencialet." Pra, ç'është kredenciali? Kredenciali është që një ambasador i çdo shteti qoftë, nëse ka një sovranitet, për shembull në këtë rast në Japoni, që është një perandor, duhet që perandori t'i jap të drejtën për zhvillimin e punimeve të tij në territorin japonez. Dhe kjo bëhet brenda 3 muajve, mos gaboj, ose brenda 2 muajve, varet nga vitet, por në atë kohë që ishte viti 2012, i duheshin dhe një 2 muaj të tjera, me fjalë që të shkonte për 1 muaj gjysmë, që të shkonte tek perandori. Dhe ashtu ndodhi. Mirë po, çfarë ndodhi gjatë intervistës? Gjatë intervistës, zoti Ahmet Shala bëri një intervistë me fjalë në favor të Japonisë, sepse këtë mendonte, tha, në qoftë se Japonia do t'i afrohet më shumë perëndimit ose dhe Evropës, do ta humbasi kulturën që ka, dhe është një, si mund të quhet, një gjyna i madh që të mund të humbasi kulturën, këtë kulturë kaq të bukur me këto kostume tradicionale, dhe ka një kulturë vërtet që e ndan nga kulturat e tjera. Dhe ditën tjetër doli në të gjitha gazetat, në të gjithë televizionet, sepse kishte thyer urdhrin, me fjalë kush ishte urdhri? Urdhri i dekretit, pra ishte i dekretuar. Dhe problemi ishte që ai, duke mos patur zë në këtë kapitull, nuk mund të bënte dot asgjë, sepse e kishte thyer vërtet sipas ligjeve të zonës, pra të Japonisë. Dhe të gjitha gazetat dhe televizionet flisnin që ishin si kush është ky që është kundër, pra ky evropian që është kundër këtij, si mund të quhet, bashkimi ose këtij integrimi me botën, menduan një pjesë e madhe. Dhe sepse duhet të dini që nga vitet parafërsisht 70, kur hyri Amerika, që mori kontrollin e plot të Japonisë, që atëherë çdo gjë vendosim jashtë. Nuk vendoset nga brenda, por vendoset nga jashtë çdo gjë, sepse kështu janë rregullat që janë fiksuar që atëherë. Dhe si përfundim u gjend në një situatë, pra ambasadori i Kosovës, që ishte u quajt një incident diplomatik. Në këtë rast, nëse në një incident diplomatik merren masa të rënda, nuk e di e dini apo jo, por ndodhi krejt e kundërta, dhe ja pse ndodhi e kundërta. Ai duhej se s'bën, që kishte ardhur kur erdhi momenti që të shkonte tek perandori. Dhe kështu, pasi kaloi 1 muaj, shkoi tek perandori, perandori e priti, ndonse e dinte perandori që kush do shkonte, dhe ky edhe emrin e tij, dhe kur shkoi me atë qetësinë e tij, i tha urdhro, dhe ulën aty duke folur, dhe perandori nuk bëri gjë tjetër veç se e falenderoi. I tha: "Faleminderit sepse duhen më shumë zëra si ju, që të kuptojnë rëndësinë e kulturës që kemi dhe traditave tona." Dhe
aty ishin dhe gazetarë të tjerë që morën pjesë dhe kështu që ata gazetarë që kishin shkruar keq për ambasadorin e Kosovës u rikthye përmbys çdo gjë duke folur edhe një herë nga e para, por në këtë rast në shenjë respekti. Çfarë do të thotë kjo? E hapa këtë bisedë sepse do t'ju tregoj një historinë time personale për të treguar se çfarë njerëzish janë japonezët. E shikoni që nga njeriu i thjeshtë deri tek një perandor, diferencën dhe kulturën e një kombi. Dhe do t'ju them se çfarë më ndodhi mua. Kisha njohur një vajzë japoneze para disa viteve dhe dilnim shpesh me të. Ishte vajzë, le të themi që këto vajzat japoneze apo kineze nuk më pëlqejnë, që është e vërteta. Por ishte njeri i mirë. Më vjen keq e them, por ishte njeri i mirë. Me fjalë, nuk më pëlqejnë që të rija me to, me pak fjalë. Dhe shumë njeri i mirë, i respektueshëm, por diçka që më ka bërë shumë përshtypje, disa pika tepër të rëndësishme. Për shembull, kur uleshim në tavolinë, nuk ulej, me fjalë nuk merrte kafshatën e bukës apo pirunin që të hante përpara se të haja unë. Apo nuk fliste, nëse flisja unë, menjëherë ndalonte. Kur futeshim diku, më linte që të futesha fillimisht unë dhe pastaj unë, nuk e kisha problem. Por të gjitha këto më bërën shumë përshtypje. Dhe e pyeta për shumë gjëra, e pyeta për disa informacione që më interesonin. Dhe një nga këto ishte dhe baba i saj. Baba i saj ishte një drejtor banke dhe ai kishte punuar si punëtor i thjesht në këtë bankë dhe me kalimin e kohës ishte bërë drejtor. Por atë që tregonte i ati ishte vërtet e çuditshme. Ai tregonte që kur ishte i ri, sepse ishin 40 e ca vjet që punonte atje, në të njëjtën bankë, në të njëjtën punë, që kur kishte dal nga universiteti deri në atë kohë që e njoha. Pra, merreni me mend sa serioze, ai tha që kur filloi punën ishte i etur për punë dhe punonte jashtë mase. Dhe çfarë bënte? Ishte i fundit që ikte dhe i pari që shkonte në punë. Gjithmonë kështu, për vite me radhë. Pas 20-22 viteve, e zgjodhën si një responsabël, si quhet, një drejtues të një grupi të vogël aty në bankë. Dhe eci për një kohë të gjatë, pas disa viteve, e zgjodhën drejtor banke. Kur e zgjodhën drejtor banke, kundrejt të gjithë si sillen për shembull në Evropë, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Itali, Greqi, apo ku ta di unë, që në vend të reduktonte punën, jo, e rriti akoma më shumë. Filloi që të kishte më shumë probleme sepse normal rriten problemet edhe ai duhet ishte i pari gjithmonë. Dhe çfarë bënte? Fikte ai dritat në darkë, sepse ikte gjithmonë. Kur fikte dritat, do thonë që e keni parasysh kur shkon njeri në bankë dhe fik dritat, do thotë që ai shkonte kthehej natën. Banka zakonisht mbyllet në orën 3-4, por pastaj bëhen dhe llogaritjet. Kështu që ai ishte i fundit që fikte dritën dhe i pari që ndiste në mëngjes dritën. Shkonte në mëngjes i pari që ndiste dritën. Hapte të gjitha kamerat, të gjitha ato dyert, çfarë ishin, kontrollonte çdo gjë dhe pastaj vinin punëtorët. Dhe këtë e bëri deri sa doli në pension. Kjo, për të kuptuar, nuk është hera e parë, ka ndodhur dhe raste të tjera që me punë të tjera që japonezët janë krejt ndryshe nga gjithë bota. Në fakt janë krejt ndryshe edhe nga kinezët, apo edhe nga koreanët. Janë shumë ndryshe japonezët. Japonezët le të themi që janë high class. Po kjo historia që tregoi ish ambasadori i Kosovës më bëri përshtypje sepse foli direkt perandori. Dhe të flasë një perandor me një njeri të thjesht nuk është gjë e vogël, sepse duhet kush nuk i ka jetuar këto. Kam jetuar në disa herë, kam thënë këtë, me njerëz shumë me influencë dhe merreni mend këta që janë pak dhe nuk flet dot me ta. Merreni me mend një perandor. Me fjalë, kush nuk e kupton, duhet të jesh në brendësi që ta kuptosh, që të kuptosh diferencën. E megjithatë,
ai i tha faleminderit, pra ju përull, si mund quhet, ose ju dedikua një njeriu të thjesht, që pra atë ishte një njeri i thjesht, pra ndonse ambasador i Kosovës, por për atë ishte një njeri i thjesht sepse ai ishte një perandor, e megjithatë u pezmatua se kishin folur fjalë të mira për tokën e tij, për popullin e tij dhe për vendin e tij. Pra kjo është diferenca e një njeriu të madh. Njerëzit e mëdhenj nuk janë njerëz me shpatua të mëdha, me shpatë të madhe apo me bëma të... Jo, janë gjëra të vogla ato që bëjnë njeriun e madh. Ju çfarë mendimi keni? Dhe do të dëshiroj një komentin tuaj nëse keni dëgjuar dhe histori të tjera. Kështu që ju falenderoj që jemi për bashkë, natën e mirë.